Konflikti në Iran ka sjellë mbyllje të hapësirave ajrore dhe anulime të shumta fluturimesh në lindjen e mesme. Apo shihni dhe nga Shqipëria anulime apo ndryshimi itinerarësh për udhëtime drejt këtij rajoni? Patjetër, shumë klientë që kanë planifikuar ose do kalojnë kanë pasur fluturimet nëpërmjet aeroporteve të Abu Dhabit e Dubai. Një pjesë e mirë e tyre kanë ndryshuar destinacion dhe janë bërë nëpërmjet destinacioneve tjera, sepse këto aeroporte operojnë me fluturimet kufizuara dhe më emergjente dhe shumë kompani i kanë kanceluar fluturimet drejt këtyre aeroporteve, patjetër dhe aeroporte tjera si Doha, në Izrael patjetër aeroporti kryesor është mbyllur dhe operon shumë pak, domethënë fluturimet reduktuare, shumë aeroporte tjerë dhe kompani janë të prekura prej situatës sepse kanë pasur deri dhe 4.000 fluturime në ditë nga aeroporte që kanë fluks të madh pasagerësh. Shumë linja ajrore po shmangin dhe hapësirën ajrore të lindjes së mesme dhe po përdorin në rrugë për destinacione të ndryshme, duke bërë edhe kthimin në shtëpi për ato që kanë qenë në udhëtime, sepse kemi pasur disa klientë që kanë ikur për 10 ditë dhe i ka shkuar edhe 18 ditë pushimet në tonëza të themi, sepse kanë gjetur mënyra të tjera për të ardhur në Shqipëri dhe kjo i ka kushtuar edhe shumë kohë edhe shumë para. Gjithë ky devijim dhe rrugë më e gjatë është reflektuar dhe në rritje të çmimit të biletave për udhëtarët shqiptar? Patjetër, çmimet e biletave kanë pësuar një rritje goxha të madhe, sepse kërkesa shumë e madhe, shumë njerëz nuk duan të rinë këto vende që për momentin kanë konflikte, ato që kanë mundësinë duan t'i kinë sa më përpart dhe kemi parë dhe çmime marrëmendse të biletave që njerëzit paguajnë vetëm të ndihen më të qetë. Destinacione shumë të frekuentuara si Dubai, Doha apo Abu Dhabi janë prekur nga konflikti. Apo shihni anulime rezervimesh apo një rënje të interesit pikërisht në këto destinacione? Patjetër, asnjë nuk do të udhëtojë në këto momente, të paktën në këto destinacione, dhe në destinacione që tash janë disi afër ose kanë pasur tranzit diku, po i devijojnë dhe janë njerëzit gjithsesi, sado nuk ka, për shembull në Kuala Lumpur, nuk ka konflikte të tilla që kanë disa klientë që nisin së shpejti dhe kanë frikë, gjithsesi e kanë atë frikën që do ikim një udhtim të largët dhe po në këtë destinacione nuk ka pas kancelime, se nuk janë të prekura, ose për shembull Maldivet, ishull Maldive, nuk janë të prekura dhe ti mund gjesh mundësi të tjera për të udhëtuar atje, jo nëpërmjet këtyre vende që janë të prekura nga lufta. Sa ndikon faktori psikologjik te turistët edhe kur një vend nuk është direkt në konflikt, apo shmangin njerëzit gjithë rajonin e lindjes së mesme nga frika se mos përshkallëzohet situata? Patjetër që po, sepse nuk mund të marrin riskje, sepse këto udhëtimet e largëta nuk është se mund t'i bësh shpesh. Mund t'i bësh një herë në jetë, mund t'i bësh, domethënë janë të pakta si udhëtime që bëhen dhe të marrësh riskun, tonëza të vizitohesh me frikë, as nuk e shijon. Kështu që pothuajse të gjithë njerëzit i kanë shmangur këto destinacione. Nëse konflikti zgjatet, cilat janë pasojat që mund të ndjejë industria turistike globale? Do të ketë më pak udhëtime, çmime më të larta, apo zhvendosje të turistëve drejt destinacioneve të tjera? Pjesë e luftës bëhet për shkak të çmimeve, sepse pastaj gjithë pjesa e Europës dhe më tej do kemi probleme me karburantin. Karburanti ndikon direkt ke pjesa e turizmit, si për pjesën e fluturimit, si për pjesën e transportit publik, çdo gjë dhe patjetër që çmimet do rriten, do bëhet akoma më e vështirë për turistët të lëvizin të lirshëm, me atë frikën që do e mbartin me vete. Plasi këtu është aleat, me këtë është ajo gjithkohës, sado që ndoshta nuk jemi ka ajo rrezja e rrezikuar, po prapë ne jemi aleat me një shtet të fuqishëm që ka konflikt. Kështu që frika ekziston gjithmonë. A keni vënë ndonjë ndryshim në preferencat e shqiptarëve, ku po udhtojnë më shumë tani që lindja e mesme konsiderohet një vend i pasigurt? Tani po preferojnë pjesën e rajonit dhe vendet fqinje, sa më afër Shqipërisë, sa më afër vendit tyre, Greqia, Italia, po frekuentohet pastaj edhe pjesa Malitësi, që shqiptarët e kanë frekuentuar prej kohësh, tani po rikthehet që ta shohin se si destinacion sërish, duke qenë se është afër, ka resorte të mira.
edhe mund të vihet lehtësisht në fund. Shqipëria është duke u përgatitur për sezonin turistik veror. A mund të ketë edhe një efekt pozitiv nëse turistët evropian shmangin disa destinacione të lindjes së mesme? Besoj se po, Shqipëria përveç kësaj, për pjesë të luftës, Shqipëria është kthyer tani në një destinacion turistik. Të gjithë njerëzit më përpara ne shkonim në përpanajire dhe shkonim ne ke agjencitë për të komunikuar dhe për t'i treguar Shqipërinë. Tani ato kanë shumë interes të madh për Shqipërinë sepse klientët, turistët duan të vizitojnë Shqipërinë. Kjo orienton dhe agjencitë dhe tur operatorët e huaj që të shohin Shqipërinë se një destinacion mjaft konkurrues edhe me vendet fqinje që kemi. Kështu që besoj që do kemi shumë punë jo për shkak të luftës, po edhe për shkak të fluturimeve direkte. Shqipëria është kthyer në një trend. Kemi një vend shumë të bukur që kemi akoma tradita. Mikpritja është një nga ato gjërat që i surprizon turistët akoma e më shumë, sepse në vendet europiane nuk po ekziston më. Patjetër dhe një ushqim i mirë dhe koha që kemi dhe patjetër sajtet historike dhe kulturore nuk mungojnë për një vend kaq të vogël që jemi dhe ofrojmë shumë. Duke parë gjithë situatën aktuale, si e parashikoni sezonin turistik të këtij viti të ardhshëm? Do ketë një ngadalësim apo turizmi është mësuar të rikuperohet më shpejt nga krizat? Shpresojmë që gjendja mos të përshkallësohet, sepse këto gjëra nuk mund t'i parashikojmë dot, siç mund të bëjnë fuqitë botërore, si mund ta zgjedhin këtë çështje ose mund ta vazhdojnë. Unë duhet të mendoj pozitivisht që lufta do mbarojë së shpejti dhe do bëhet një marrëveshje dhe shpresoj të kemi një sezon të mirë. Patjetër që turizmi Nuk jam dakord me juve që turizmi e merr veten shpejt, sepse mbas pandemisë u deshën disa vite, 3-4 vite, që ne të merrnim veten kompanitë ajrore shumë hallkat të tjera të turizmit, u desh shumë kohë për të rikuperuar dhe shumë nga tur operator ose shërbime të ndryshme u mbyllën për shkak se nuk e përballuan dot dhe besoj që turizmi është nga industri që preket më shpejt nga lufta. Çfarë këshille do t'u jepni shqiptarëve që kanë rezervuar udhëtime në rajonin e lindjes së mesme apo që planifikojnë të udhtojnë në muajt në vijim? Për ato që planifikojnë, të normalisht informohen paraprakisht se të presin biletat e tyre. Patjetër ne jemi të hapur të japim informacione çfarë disponojmë. Edhe ato që i kanë rezervuar po të mundohen të shtyjnë për një datë tjetër, ose nëse janë vende që nuk është se ka një rrezikshmëri të lartë, të them sepse kjo është zgjedhje personale dhe po e mira është që ta mendojnë për një moment të dytë sepse mund mbyllet një aeroport, mund të shkojmë më gjatë, domethënë për shkak të vonesave mund të kesh probleme tek punët edhe kostot mund të jenë më të larta pastaj për të kthyer. Kjo e vështirëson akoma më shumë domethënë kthimin në Shqipëri. Kështu që e mira është të i lënë për një moment tjetër, të i shtyn, nëse është e mundur gjithmonë. Faleminderit shumë për kohën.